Mirëmbrëma, mirë se vini në kallëzo për një me. Nisja e muajit shënon edhe ditën e punëtorëve edhe kjo hap një diskutim të madh për nivelin e mbrojtjes që shteti u garanton punëtorëve. Është faktike se Kosova po vazhdon me u përballë me numrin e viktimave të aksidenteve në punë dhe me shkeljet e të drejtave të punëtorëve. Në përditshmërinë tonë vazhdojmë me raportu për punëtorë që po bien nga skeljet, punëtorë që po vdesin se i kanë zonë rryma, për punëtorë që i zë dheu. Fëmijët vazhdojnë të jenë të angazhuar në punë në Kosovë, ndërsa gratë në vazhdimsi meten diskriminuara. Hulumtimet na kanë tregu që gratë në shumicën e vendeve të punës paguhen ma pak se burrat, kanë më pak mundësi avancimi se burrat, edhe pse i kanë të njëjtat kualifikime si burrat. E më e keqja është se ato janë edhe viktima të ngasmimeve seksuale, që është shkelje e të drejtave të punëtorëve, përveç që është shkelje penale. Ligji i punës është ende i pa adoptuar, ndërsa Kosova po vazhdon me u përballë me numër të vogël të inspektorëve. Numri inspektorëve është rrit në mandatin e qeverisë Kurti, mirë po nuk janë bo 400 inspektor, qaq sa i ka premtu. Inspektorati i punës e ka rrit numrin e inspektimeve prej 6.000 inspektimeve që i pa të bon 2022-ën, sot muj me raportu në 2024-ën për 12.000 inspektime. Sipas të dhënave të Inspektoratit të punës, në vitin 2022 kanë vdek 15 punëtorë në vendin e punës, në 2023-ën ka vdek 11, e në 2024 jo regjistru 7 vdekje në vendin e punës. Çka duhet me bo që kjo situatë me u përmirësu edhe kush duhet me dhënë llogari për këto, do të diskutoj me këta panelistë që i kemi sonte, Agon Dobruna, zëvendës kryeministër në Ministrinë e Financave, Punës edhe Transfereve, Dafina Mehaj, që vjen prej Bashkimit Pavarur të Sindikatave të Kosovës, BSPK, Brikena Hoxha, drejtoreshe e Iniciativës Kosovare për Stabilitet, IKS-s, Naim Bajraktari, prej kompanisë lokale të sigurisë dhe shëndetit në punë, HSK, si dhe Kreshni Gashi nga kallëzo.com që po i përcjell të drejtat e punëtorëve që disa vjet tash. Po nisi prej ty, Agon, e kemi e tham një numër të uljes së rasteve të vdekje në vitet e fundit, mirë po janë regjistru si vjet në fillim të këtij viti, në mujt e fillimit, kemi pas vdekje të punëtorëve në punë. Çka po ndodh? Po, është vërtet. Inspektorati i punës si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve është aktiv në teren. Kemi pas të fundi disa vdekje. Mirë po me kontrollat e shtune edhe me shtimin e numrit të inspektorëve ndër vite, ne kemi rritur edhe numrin e kontrollave dhe numrin e inspektorëve, gjë që ka rezultuar me një ramje të konsiderueshme të vdekjeve në vendet e punës. Në 2022 kanë qenë 15 vdekje, në 2023-ën kanë qenë 11 vdekje, ndërsa në 2024-ën kanë qenë vetëm 7 vdekje. Çdo vdekje është tragjedi, mirë po ne po punojmë në drejtim që të shkojmë me 0 vdekje në vendin e punës. Ka qenë një inkurajuese fillimi i vitit 2024, pasi që në 6 muajsh në parë kemi pasur 0 vdekje për herë të parë në historinë e Inspektoratit të punës, mirë po më pastaj ka ndodhur ato vdekje. A e lshut ju dorën a çka ndodhi? Jo, mirë po tash ajo vdekja nuk është gjithmonë në dorën e tonë. 2025, mos i ki donat, mirë që i ki marrë këto donat, po 2025, sa vdekje ndaj tash? Në 2025 nuk kemi evidentim të saktë të premjes të vdekjeve, mirë po ato që ndodhen fillun vitin për brapshtis, si më thonë. Nëse i ke donat për inspektora, sa i keni shtu viteve të fundit? Nuk janë bo 400 sa janë premtu, po sa janë shtu? 22 kemi gjetë në 2022-ën, kur kemi fillu në fund 2021-ës, ndërsa tani që po flasim i kemi 62. Mirë po këtu duhet mos të harru që në 2023-ën i kemi rekrutu dhe 40 shtesë, në 2024-ën kemi fillu procedurën e rekrutimit dhe për 60 tjerë, mirë po duhet një pas parasysh që ndonjëherë edhe për arsye mos më thënë banale, KPMSH-ja anullon konkurset gjithandej, edhe me këtë rast ka vepruar njëjtë edhe me Inspektoratin Qendror të Punës, ka anullu konkursin, tash jemi prapë në fazë të rekrutimit për 60, kemi përsërit konkursin. Mirë, jeni në fazë të rekrutimit për 60, po çka u bë me premtimin 400 punëtor gjatë mandatit? Po, kjo është që po flas jeta, për arsye se ne kemi filluar me hapa shumë të sigurt në rritjen e numrit të inspektorëve. Duhet mi pas parasysh kur trashëgohet në Inspektorati i Punës me 22 të punësuar krejt, edhe kur në vitin 2019 ki rekord 22 vdekje në vendin e punës.
edhe ti paralel dush edhe mi ristrukturu, edhe mi digitalizu, edhe mi prioritizu gjanat inspektoriat, edhe nikosisht dush mi rrit numrin e inspektorëve, dush mi trajnu ata inspektor, do më thonë këto gjitha janë bo paralel. Mirë po, si kur çdo gjë që ke mbarë, mos e kishin probleme që i përmenda me Këshillin Pavarur. Me thonë une qysh e kena nisë me 22, se i ki dit që kime nisë me 22. Ti ke thonë, kur i ki dit që jo 22, ke thonë, une kom i bo 400. E vërtet I është. ki dit ke dhona. Po, ç'është? Jarë 400 shit. Kur as ki tentu mi bo 200, le mo 400. As 200 s'keni tentu mi bo. Jo, kemi tentu mi dyfishu numrat tonë, kemi dyfishu, Ove, s'patët premtu, kom i dyfishu. Keni thonë 400 inspektorat punës. 400. Po, vetëm një sekond, tashti se nuk kemi thonë a ditën e parë 400 inspektor. Mirë po kemi thonë gjatë mandatit, gjatë mandatit do ta mrim numrin. Mirë 4 vjet janë bo, 60 janë. Po, une veç ta gjatë të dy janë sakt, mirë po edhe 60 tjerë ne kishim i pas 120 nëse çdo gjë do të shkon të mbar. Kemi pas probleme të natyrave të ndryshme, aq më shumë kur është probleme me Këshillin e Pavarur mbikëqyrës, cili Zotni Barektarja, e kitit dhona sa punëtor kanë vdekë si vjet? Po, prapërsisht. Sa janë? Diku 7, për 7 pritet që në kanë vdekë, veç që është pak po bien kundërshtim me zëvës ministrin, sepse çka po ndodh, pse këtë vit për 3 muaj më ndodh kjo, është shumë shqetësuese. Çka po thu? Pse po ndodh? Sipas te analizën që shënjet? Sipas me krye këput është qeveria punëdhënësi. Ky hall ke zinxhirit Çka do të thotë nuk funksionon, punëdhënësi? nuk funksionon fare. Kur them nuk funksionon, nuk kontrollohet. Nuk kontrollon kompanit. Edhe nëse kontrollon, me të ngusë me thonë kanë pas zgjedhje, s'kan pas fokus, inspektorati po ka probleme vet, e kemi të arrestum shefin e inspektoratit, apo ndikon këtë kjo që punëtorët sallamadime pas? Po, kjo nuk mund t'jetë 100% që kjo ka ndodhë këtë vit, pse këtë vit kjo, po kjo unë mendoj se vitin e kalum, prej vitit kalum, është në heshtje, është në një gjumë mund të thamë unë kjo, edhe në kompanit kër i vizitojmë, dhe që në thonë jeta, hate se letë kalum me inspektorët, ose si këm pas inspektorët, nuk në vizitojnë, sikur se ka një ndjenë se s'kën që ka i bën inspektori, atëherë ku është ligji? Na dim ligji që ligji në fund të çdo ligji është edhe sanksionet, sidomos ligji i sigurisë punë i ka sanksionet se mirë. A është kjo pse nuk vijnë hiç në inspektim apo kur vijnë në inspektim janë të korruptueshëm? Cila? Nuk më thënë që janë të korruptueshëm, se nuk takon mu, po vijnë pak, se është numri i vogël. Edhe pse është shtu. Nuk takon ty, Brikent, po thu dyjat janë. Para se me e spjegu këtë pjesë, unë e kësha dashur me përmend edhe një fakt tjetër pse është shumë i madh numri se 7, për shkak që në sektorin privat, sidomos në sektorin informal, inspektorati i punës nuk inspekton. Do të thotë nëse ti pyet ata, kryesisht kur vdes dikush, thotë ka qenë më lart tu lyn me një shtëpi private dhe aty inspektorati i punës nuk ka punë. Nuk ka punë as në shtëpia private, gjithashtu sektori i bujqësisë është komplet i pa inspektuar, ndërsa edhe këto pjesa e ndërtimtarisë në disa vende ku mundet më mshef edhe mshefën. Zakonisht na shohim nëse veç kene bën një analizë nëpër media, vdeq, është që ky shtat shqibohet 14 kështu pa problem brenda një vitit. Ndërsa sa i përket numrit të inspektorëve, na si prej vitit 2010 merremi ekskluzivisht me këto çështje, kemi analizuar dhe çka kanë rregulluar edhe vendet e tjera, për shembull, nëse marrim Amerikën si vend kapitalist, një inspektor është përgjegjës për 1 milion të punësuar. Tash natyrisht, unë mendoj që në Kosovë është problemi te cilësia e inspektorëve, jo te numri i inspektorëve. Edhe është se sa cili është marrëdhënia e qeverisë me bizneset, cilat janë marrëveshjet edhe sa inspektohen, mos kërkimi, kemi pas shumë informata vitin e kaluar që është thonë mos mu kërku ky vlerësimi i riskut që zotri Bajraktari e din sa është i rëndësishëm edhe çfarë elementi ky që është për sa i përket inspektimeve, edhe ka Kush se ka kërku? Kush ka thonë mos me vlerësimin e riskut? Tash na po flasim këtu në nivel të thashë thëmeve, na nuk muj me fol kush më ka treguar se nuk e kam një letër zyrtare, mirë po, duke Mirë po, cili institucion e kërkon çato? Inspektorati i punës. Kur shkon në inspektim, kryesisht dokumentin e parë që e kërkon është vlerësimi i riskut. Zotri Bajraktari mundet me shpjegu më mirë se është i thirrur për me bëj vlerësimin e riskut. A e kërkon inspektorati? Më ndërlidhet. Po. Spari unë është sot për ndëgjej që nuk kërkohet vlerësimi i riskut.
inspektorët tanë kanë për detyrë marrëdhënien e punës, sigurinë shëndetin e punë, që këto të dyja së bashku përbëjnë edhe këtë të tretën që e tha Brikena. E dyta nuk është na që s'kemi raport me qytetarin si qeverisje, kemi bilim ma shumë të afërt se sa që më ndoni ju. Ne kemi 12.000 subjektet kontrolluar në vitin 2024 që pilojnë pas. Për 12.011 subjekteve që kemi kontrollu, inspektorët tanë që kanë kontrollu. Në plot aksione kom asistu edhe personalisht bashkë me kryeinspektorin. Edhe në shumë raste më ka ardhur mirë që kanë pas raste të hapura subjektet, për arsye se kontrollat që mbo pa dieni. Nikosisht për a i ke dhënën sa gjoba i keni lëshu, se ndryshe është me inspektu, ndryshe gjoba. Tash që unë më ta dhoni dhanë të përgjithshme, për arsye se dhana detaje i ka inspektorati i punës, unë në cilësinë e zëvendësministit më thonë që në vitin 2024 që po lojmë pas, janë afërsisht 2 milion euro gjoba që i ka shqiptu dhe shumicën për tyre i ka inkastu për arsye se veprojnë përmes përmbarimit inspektorati i punës. Njëherët për ekonominë informale dua të ndërlidhem para arsye që po pyet bisedon këto, që kemi puntojnë informal. Ne kemi ndryshuar ligjin për atë kënd për këtë qëllim, ku më parë subjektet kanë pas 6 muaj punë provuese, nuk kanë pas detyrim për i deklaru punëtorin, ndërsa tash me ligjin e ri për atë kënd është spaku 24 orë para. Dhe kjo na ka ndihmuar neve në luftim të informalitetit, ku agjencitë tona ekzekutive, administratat tatimore e Kosovës së bashku me inspektoratin qendror të punës janë ndërlidh. Inspektorati i punës po digitalizohet dhe kemi tash edhe databazë të saktë. Dhe kjo ka rezultuar që ne kemi uljet e informalitetit edhe kemi kontrolla të vërteta. A bën me që të pyet që to nisën për vdekje, nëse një punëtor, po du me ditë, nëse një punëtor është informal, pra nuk ka kontratë punës, edhe ai vdes në vendin e punës, ai llogaritet vdekja e tij? Nuk llogaritet. Për arsye se nëse vdek në vendin e punës. Nëse vdek në vendin e punës, është different story, do të thotë llogaritet. Mirë po, nëse llogaritet. Mirë po, nëse nuk ka kontratë pune dhe nuk është në vendin e punës, ne nuk mundemi llogaritet. Nëse nuk ka kontratë dhe vdes në vendin e punës, llogaritet. Nëse vdes në një vend punishte, pa marrë parasysh, a është me kontratë, a është pa kontratë, llogaridhani ka me dhënë përgjegjësi vend punishte. Ajo që jemi të folë është këta që shkojnë me prej drun mal, kur tërzohet me traktor. Ai nuk llogaritet si aksident në punë, po llogaritet si aksident në trafik. Llogaritet si aksident të i gra traktorit. Dhe kjo është problematika. Mirë, pse nuk i kemi veç edhe pse nuk i keni dhënat agon të vdekjeve si vjet? Pse nuk janë dhënat për vdekjet e punëtorëve në 2025? Jemi në fund prillit. Jo, kemi dhënat, më sigurisht dhënat, kush ka thënë se s'ka dhënat. Sa pra janë dhënat e inspektoratit? Edhe një shifër të përafërt. Do të thonë ajo që kur e kërkum dhënat. Jo, ministria se dha. Kur i kërkum dhënat në inspektorat, tha janë të grumbullu për mu përpunu për me udhërzu në fund raportit prillit, për këtë arsye dërguan deri në 2024. Ne deri në fund të marsit. Po thanë që deri në fund të këtij muaji bojmë punë. Jo, sigurojmë se sot më sigurojmë ne. Është problem. A kemi numër gri ose numër të paraportuar të vdekjeve të incidenteve në punë? Po, unë mendoj që po, por shkak se ekziston një gamë gjanë aksidenteve të cilat nuk hyjnë si aksidente në punë. Pra, nëse një shofer i kamionit ka bo aksident për shkak se nuk i kanë punu frenat dhe kamioni ka qenë i kompanisë, ai nuk llogaritet si aksident në punë, po llogaritet si aksident i trafikut. Mirë, ta pyesim edhe BSPK-n, zonja Mehaj, prej BSPK-s çfarë dhëna keni për vdekjet e punëtorëve si vjet? Faleminderit shumë për pyetjen. Unë nuk isha ndalë shumë të dhënat, po ne si BSPK si shtëpia e vetme e punëtorëve në vend, kryesorja, sepse gjitha shtetet tjera i kanë nga 2 apo 3 konfederata, ne jemi 1. Kishim mund të evitojmë shumë vdekje në vendin e punës, nëse do të kishim më shumë bashkëpunim me inspektoratin, me ministrinë e punës, transfereve dhe financave, me shoqërinë civile dhe me gjitha. Çfarë bashkëpunimi? Bashkëpunim, s'ka dialog social, s'ka kontratë kolektive, nuk ka dialog, do më thonë tre palësh. Se keni kontratë kolektive, as nuk diçshin njerëzit a? Diçshin njerëzit, diçshin me të madhe. Gjitha hallet. Si juve ja unike veç për kontratet e rroga. Hallet edhe problemet e punëtorëve, gjithë punëtorët, sidomos shoqata kohën e fundit vinë adresën e kanë në BSPK. E kanë. Dhe tregojnë për problemet ul, pse ju keni bë kontratë kolektive. Vdekjet nuk do t'ulen kur, mirë po mund të evitohen disa.
Qysh nuk do tulen, a the me dialog social? Mirë, po mund të shmangen shumë prej me kontrata kolektive. Jo, të cilat mas nej komunat po duhet mi pagu, e na qytetarët po mesin mas nej po mesin pa shërbime, për shka kontrata. Problemet dhe hallet të cilat shpalosen të ne nuk hasin në vesh të shurdhër në institucionet që janë edhe përgjithse për tjerë. Cilat hasin në vesh të shurdhër? Kem shumë punëtor që adresën e vetme kanë BSPK-n. Po, qka i kanë probleme? I kanë probleme të shumta. Për shembull, sektori ndërtimtarisë mo veç është e dim çka i kanë, nuk kanë rrezikshmërinë e tyre të lartë në punë. Kemi sektorin e energjisë elektrike që punojnë me vite në vend jo të shëndetshëm në ambient shumë kushte të rënda dhe ambient jo të shëndetshëm të punës, të cilët shumë punëtor vdesin pa e prit moshën e pensionimit, vetëm hapën faqen zyrtare të Kekut, sindikatës, dhe shihni çdo ditë nga një lajm mortor. Nuk është aksident, mirë po është që me vite punojnë në ajër të pa. A bën më kallëzove që po fol për sektorin e ndërtimit, i cili është kryesisht privat. Mu po më intereson sa punëtor të sektorit privat i keni anëtar të BSPK-s. Sektori ndërtimtarisë është privatizuar moti dhe sindikata e cila ka qenë në ish sistemin, ajo vetëm është shumë e kohë. Do të thonë ju s'keni anëtar të sektorit privat hiç. Jo, ne nuk kemi anëtar të sektorit privat, kemi publiko-privat disa sindikata. Po unë e fola për mediave, a? Qëto të ndërtimit, qysh po i deni? Unë të thash që na jemi shtëpia vetë me punëtorëve në Kosovë. Po mirë dhe, sa punëtor privat vinë mua në kute jo? Unë të tregova, te ne, kohën e fundit është shoqatat sindikale të cilat e kanë fillu edhe riregjistrimin në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie, ish Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale. Kanë marrë shumë shoqata të cilat organizimi sindikal është pak edhe i komplikuar për shkak të ish sistemit. Tani e dim që janë regjistruar. Ju përfaqësoni kryesisht punëtorë të sektorit publik. Kryesisht sektorin publik. Mirë po, para 4 vite, ne kemi qenë edhe të udhëhequr nga një përfaqësues i sektorit ndërtimtarisë. Kërshnika është e mundën që inspektori i shtetit ton nuk inspekton organizatat shtetnore, qëto që punojnë, shërbysit publik. Inspektoriati i punës, Inspektoriati i punës ka kompetencë me inspektu pjesën e ndërmarrjeve publike, pra Kekona mundet me ato janë ndërmarrjet të cilat i nështrojnë ligjit të punës, mirë, po nuk ka të drejtë me inspektu qeverinë e Kosovës në raport me drejtat e punës edhe me respektimin e tyre për shkak se janë mekanizma të tjerë, dhe kjo është temë pak më tjetër kur shohim që mekanizmat të cilët janë në kuadër të kontratave me shtetin nuk i zbatojnë standardet të cilat ju kërkohen një privati. Pra në këtë rast ti mundesh me punu në qeveritë Kosovës 20 vjet, mirë, po kur shteti nuk ta lyp certifikatën shëndetësore, e cila është shumë e rëndësishme për secilin punëtor mund nxjerr. Mirë, neve na dhimbën shumë ata, po megjithatë, ata që po vujnë mas shumti janë po duket punëtor të sektorit privat, a e kom gabi? Po vujmë gjithë, edhe duhet me kuptu elementin e parë. Pra, arsyeja pse punëtorët nuk e ngrisin zanin, nuk është pse s'kan ku me raportu, po për shkak se janë të detyruar me duru presionin, për shkak se kemi varfëri, kemi mungesë të punësimit, ata janë të obliguar me shujtë dhe mos me vazhdu me raportu situatat kur ata janë në kushtet këqija të punës. E dyta, ata nuk me raportu për shkak se nuk e kanë një mundësi dytë me gjetë një punë tjetër. Pra, kjo është shumë e rëndësishme aspekti social i trajtimit të punës. Në anën tjetër, na vazhdojmë me raportu që kemi një numër ende të madh të njerëzve që punojnë pa një akt formal, pra pa një kontratë pune, dhe kjo është problematike. Zëvendës ministri përmeni elementin që është obliguar të këja që 24 orë përpara, dhe kjo ka ndiku në rritjen e numrit me kontrata. Kjo nënkupton që asnjë punëdhënës nuk mundet me thonë e kam punëtorin praktikant punë kur shkon inspektori mi agjet. Pra, është një ndikim, një element shumë i rëndësishëm për shkak se është abuzuar me këtë punë. Mirë, po kjo prap na lën një numër të njerëzve që punojnë pa kontrata të punës. Pse? Janë dy faktorë. Pra, një numër i madh i njerëzve punojnë pa kontrata të punës për shkak se hupin beneficione, të cilat janë që vijnë prej shtetit. Pra, e hupin mirësinë sociale ose ndihmat sociale, edhe e hupin pensionin e veteranëve ose ndaj pension invalidor të cilën e kanë. Keni parasysh shtresat më të varfër në shoqënisë, të cilat punojnë në punë të vështira, janë lënë pa mbrojtje ligjore për shkak se e hupin një beneficion të vogël të cilën e kanë prej shtetit. Pra, ata nuk kanë mundësi
me marrë. A jetë më thorve që tash, vetë punëtori nuk e donë Po nuk kontratën. mundet me dasht, sepse nëse ke merë ndihmë sociale dhe varesh prej aty në 150 euro sa ndihma sociale dhe ti ki mundësi me dalë një deal ose një të shtune, je mirë me shnetë dhe me dalë të tregu i punëtorëve që na i thojmë të gjykata e Prishtinës atje, të ish gjykata e Prishtinës dhe ti nëse lyp kontrat për ato 50 euro cilat i merë. Momentin që i merë, ti del për skemës sociale dhe kjo është problematike. Pra, as elementi tjetër është po ashtu, një pjesë e ish veteranëve të UÇK-s, për me mri me marrë pensionin, vazhdojnë me punu pa kontratat punës. Dhe kjo shumë e njerëzve të cilët i marrin pensionet e veteranëve dhe punojnë në sektorin informal, është problem dhe ishtë dashur mu trajtu. Pse s'u ndru që kjo me ligjin e pagës minimale? Sepse nuk është problemi me ligjin e pagës minimale. Problemi është që aty do duhet kishte një pagë ose një pension të veteranit dhe në rast se ai punon me mujt me marrë pagën tjetër, mirë po me shku ma pak se sa ata tjerë që e marrin. Dhe kjo më ndryshu ligj. Ky element do mund kishte garantu një legalizim të madh të këtyre. Mirë, apo dojnë veteranë me ndryshu ligjin? Në këtë aspekt as po dojnë. Nuk ka pas një debat tillë, nuk ka pas një pranim të problemit, i ignorohet problemi dhe i ignoron edhe pasojat ashtë të cilat neve na vinë. E dyta, që për mua është shumë e rëndësishme. Na i kemi aksidente në punë, neve njerëzit na vdesin në punë. Mirë, por nuk kthehemi me analizu dështimin e zinxhirit sistematik të kësaj pune. Na kemi ndërtu burokraci ligjore. Me respektu ligjin e punës në Kosovë dush me pas një njerin punë i cili e këshyr apo zbatojmë ligjin, apo kemi certifikata, kemi bo shumë certifikata, po certifikatat janë letra. Momentalisht në Kosovë një pjesë e madhe certifikatave janë letra. Çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton që punëtori ka shku me marr certifikatën dhe mi dëshmu punëdhënësit që është i mirë, ka shëndet mirë, nuk mundet të morzu, ka vëmendje të mirë, ka trut mirë, ka aftësi të mira për me kry puna. Dhe në momentin kur e ka marrë certifikatën, si tillë punëdhënësi ma nuk ka çka me bu. Mirë po, kjo certifikat nuk e ka analizuar si smuta, e ka terapia, e ka elemente tjera. Dhe kur një punëtor, i cili mund të me pas smundje profesionale, të cilat nuk guxon me hyp katin e 12, pra mund të me pas epilepsi, dhe nuk guxon me hyp katin e 12. Kjo nuk e bën të pa aftë për vendin e punës. Kjo nuk e bën të pa dëm për me kry punën, por nuk e bën të aftë me dalë me punu në katin e 12. Dhe na kemi raste ku për shkak të këtyre manipulimeve nuk njerëzit kanë vdek dhe kanë pas aksidente. Mirë, Çka është problemi? Veç po duhet një fjalë më shtujet. Në këtë rast, as prokuroria, as policia nuk shkojnë në hetime të detajuara. Me pa kush ja ka dhënë lejen këtij njeri me hyp katin e 12, ose kush ka qenë përgjegjës me e pengu me hyp katin e 12. Llogaridhënia, çdo rastet kur punëtorët vdesin, është shumë e vogël për mos me thonë fare. Niqet pronari i biznesit, mirë po aty është një zinxhir. Aty duhet edhe shteti me dhënë llogari, njerëzit duhet me shku në burg, për shkak se nuk e kanë pengu ndodhen në një aksident të tillë. Unë jam shumë e lumtur që u hap kjo temë, është një ndër tema që unë e kam mas shumë ti për zemër, gjithmonë flasim për vdekjen në vendin e punës, aksidente për sigurinë në vendin e punës, paktën trajtohet. Shëndeti i punëtorëve është komplet i pa trajtuar. Vitit 2025 ne akoma nuk e kemi të miratuar një listë të sëmundjeve profesionale, e cila është nën sirtaret e Ministrisë së Shëndetësisë tash e 15 vjet ndoshta, kërkosh nuk e merr është lista e sëmundjeve profesionale. Do të thotë, një punëtori i cili merret me pastrimin e objekteve, ai ka shumë kemikate cilat mundën ata që punojnë në obileq, ata krejt. Ata në obileq që kanë smunit respiratore, respiratore, mirë po kanë qenë... E çka ndodh nëse ishin aprovuar qëto? Shkon inspektori i punës, e ka një listë, ata punëtor sipas ligjit për siguri dhe shëndetin punë janë të obliguar çdo 3 vjet me bë kontrolla shëndetësore. Momentalisht mjekësia e punës në Kosovë është në shuarje, janë vetëm 3 mjek specializantë, cilët janë duke u shkolluar për mjek të punës, na nuk kemi mjek punës. Në kontrollat për punëtorët i bojnë mjek familjar, të cilët unë besoj që nuk janë kompetent për me i kry këto kontrolla shëndetësore. Na si eks lobojmë që shumë vjet që mjekësia punës me ju jep vëmendja e duhur, është mjekësia e përgjithshme e punës në Gjakov, e cila kohëve të fundit ka disa probleme edhe me funksionim, mirë po unë po besoj që një ndër çështjet
themelore me cilat duhet mu marrë qeveria e re që vjen është shëndeti i punëtorëve. Veç me hap Facebook-un brenda ditës edhe mi pa gjitha ato vdekje që ndodhin, do më thonë jemi të bindun që shumica e tyre janë për shkak të smundjeve profesionale. Nëse i shohim hulumtimet e fundit që bohen në përbot, për shembull del që numri shumë i madh i aborteve, këto janë botnore si hulumtime, numri shumë i madh i aborteve vjen te frizerët, për shembull, për shkak të kemikateve që i përdorin, nuk përdorin masa mbrojtëse gjatë punës që e krym. Na jemi shumë larg për me bo asnjë hulumtime, nga se akoma ato punëtori janë komplet pa kontrata punës, edhe diçka me u lidh te informaliteti, është edhe një kategori e cila kryesisht mbulohet prej grave, është pjesa e kujdesit shtëpiak edhe këto dadot, këto persona që kujdesen për moshën e tretë. Nëse një person fizik do me bo kontrat me një person fizik, fatkeqësisht në Kosovë është e pamundur. Unë si person fizik, nëse e punësoj një mirëmbajtëse për shtëpinë time, nuk muj me bo kontrat, me regjistru, është shumë e komplikume, unë du të me marrë një numër fiskal, ajo du të me marrë një numër fiskal, mandej atje bot një komplikim edhe kryesisht janë ato gratë, cilat janë të punësume në numër 8 madh, edhe nuk mund me pas kontrata punës, njëjtën kohë nuk mundën me u pagu kredi, me pagu kontributet pensionale që në të ardhmen me pas një pension të dinitetshëm. Tash po e shohim një fluks shumë të madh të punëtorëve migrant. Vitin e fundit e kemi pas një projekt që jemi marrë kryesisht me punëtoret filipinase, edhe nëse don me e punësu një punëtore filipinase, ju si pronare e një biznesit, e punësoni ato si mirëmbajtëse për biznesin e juj, mirë po ajo punon diçka tjetër në shtëpinë e juj, kujdeset për shtëpinë, për fëmijët apo punët e shtëpisë. Naim, a bona herë në analizë e rrezikut vendit punës? A bohen këto analizat? Rrezikut vendit punës? Analiza është gjëja e parë që duhet bëhet në vend punës. Do të thotë akti i vlerësimit të riskut është një normë juridike që ka disa faqe, unë kam sjellë edhe një me veti që duket kësaj. Ky është akti i vlerësimit të riskut. Edhe ky bëhet para se me fillu vendin e punës. A e bojnë bizneset? A janë të obliguar? E bëjnë bizneset këto, e bëjnë, po jo të gjitha tani, ato që e bëjnë kontrollën. Tani do të kisha fillu prej fillimit. Çfarë kontrolle bëhet me një biznes? Çdo biznes para punësimit të punëtorëve duhet ta bëjë aktin e vlerësimit të rrezikut të vendeve të punës. Në momentin që vjen punëtori në punë do të nifet me rreziqet e atij vendi të punës. Isha lidhur me Brikenën që ta dallojmë çka janë smundjet profesionale dhe pse bëhen këto. Edhe aksidentet nga smundjet profesionale nuk llogariten si vdekje. Dhe ne themi 7, ndoshta 10, ndoshta me në vitit kanë ndek disa punëtor që kanë qenë pasojë smundje profesionale që kanë fituar me vite. Ndërsa raportohen si vdekje natyrale. Në normal, se zim se ka vdek për zemrës edhe po, apo për mushkrive. Kur ja lyp inspektorati në herë vlerësimin e riskut kompanive? A ja lyp, a je sigurt? Elementi i parë është që... A je sigurt? Tani ajo mi sigurt se më herët u përmend prej fjalëve. Në praktik, tani u bën disa vite, 10 vite që kemi, dhe momentin që vjen një kompani që kërkon shërbimet tona, ne gjithmonë e pyesim nga erdhe ti. A vjen sepse dokumentacioni për shërbimet e sigurisë në punë ju duhet bizneseve për shumë gjëra, jo vetëm për inspektoratit. Një për inspektoratit, tjetër është do me marrë kredi nga bankat botnore, pa tjetër e kërkojnë. Nuk e merr kredin kompania, pa pas një vlerësim të rrezikut, se me këtë dëshmon që kompania serioze, kujdeset për punëtorët. Tjetra ku ndodh fatkeqësia. Kur ndodhin fatkeqësi gjësësi vini kërkojnë këto dokumenta. Po unë deshta mund të lidh te këto kontrolla shëndetësore. Du ta dallojmë çka kontrolla shëndetësore. Du ta dallojmë çka një certifikat për punësim. Hajtë kallëzon për që certifikatën kontrolën shëndetësore, sepse na për shumë lirë edhe formale është ajo që e merë që jenë regullë. Se cili jena mësu me marë për 10 euro. Kemi një certifikat me 10 euro që e marim. Ku ka certifikat 10 euro? Qëfar kontrole bëhat 10 euro? A bon, po veç, as duhet ato me ta bo shteti edhe pa 10 euro? Shteti nuk e bën. Nuk e bën. Do me thonë duhet me shku privat. Duhet me shku privat. Tani, e qëfar kontrole është që ajo? Lejo vetëm pak që ata lidhi këte. Kur thash shteti obligon, kompania implementona, e shteti kur obligon një kompani, thot du ta kesh kontrolën shëndetësore, ti dallojmë çka kontrolla sistematike
që do thotë minimum janë 5 llojet e mjekëve që bëjnë një certifikat të vlefshme, ta quajmë kontroll sistematike shëndetësore. Nëse ne gjitha kompanit ku kemi fillu, zames Ministri du të adin të kemi fillu para 10 vite, na u ka thënë decidivisht, në Gjakov, në Institutin e Mjekësisë dhe në Obiliq. Nuk ka shku një vit, mas një vit e fillun në ambulantët në për qytet me lëshu certifikata. Aje certifikat është e thjesht, tregon që është i aftë për punësim, ana psikologjika, ana fizika e ti, edhe asgjë tjetër. Ndërsa kontrolla shëndetësore aty që më lidh me këshnikun, sistematike, aty mund të zboj loj epilepsin, edhe shumë do t'i... Mirë, po edhe e parandalon një smundje. E parandalon, sigurisht. Kontrolla sistematike shëndetësore ka për qëllim me parandalu edhe me rujt shëndetin e secilit punëtor, prej këtyre muskuloskeletorë e deri te pjesa tjetër. Nëse muj veç pak me ndërlidh, sot e kemi publiku hulumtimin kushtet e punës në zonat industriale në Kosovë, i cili është kry në janar deri në mars, edhe me u lidh te siguria dhe shëndetin në vendin e punës, 62% e punëtorëve kanë raportuar se nuk kanë marrë asnjëherë trajnim për sigurinë dhe shëndetin në punë, pavarësisht se kjo është kërkesë ligjore. 50% kanë deklaruar se nuk është bërë ndonjë vlerësim i rrezikut në vendin e tyre të punës, as për pajisjet, as për mjedisin e punës, edhe kanë treguar mungesë të pajisjeve mbrojtëse, ndriçim të dobët, lagështi dhe ekspozim ndaj substancave të rrezikshme, sidomos në sektorin e përpunimit të metaleve dhe të drurit. Briken veç edhe kallzona mostrën sa e ke, sa punëtori keni intervistuar? Mostra janë intervistuar 225 punëtorë në mënyrë anonime, 45 bizneset të përgjedhura nga zonat industriale në 5 komuna, Prishtinë, Mitrovica, Gjakov, Skenderaj dhe Vushtre. Janë përdor pyetësor të strukturuar dhe intervista drejt për drejta në vendin e punës, me qëllim që me u siguru përfaqësim gjinore dhe sektorial, prodhim, përpurim midrunit, metale, tekstile të tjera. BSPK-ja, kur i ka ngritë qëto probleme? Qysh i ngritni qëto probleme të mungesës së vlerësimit të riskut? E përmene vetë e njëse punën e punëtorëve të kekut që vdesin, a keni analizë që e keni bo ma sistematike me shku të qeveria, me thonë që ta janë që janë smut prej punës që e kanë bo? Jeta unë para se të përgjigjem të ishta vetëm të ndërhyj edhe në listën e smundjeve profesionale. Para disa vite ka ekzistu këshilli kombëtar për mbrojtje dhe siguri në vendin e punës, ndoshta ju e dini, dhe detyra e parë e tij ka qenë që të bëhet lista e smundjeve profesionale. Mandej domethënë kanë qenë aktorë të ndryshëm, edhe sindikata ka pas përfaqësuesin. Nuk e di pse këto po shuhen. Ajo listë edhe është diku në përsirtarët, e dim se ne kemi mbështetat. Po këshilli kombëtar më nuk është funksional dhe nuk është këshilli ekonomik social. As këshilli ekonomik social. Po nejse, na spidojmë këshillat me marra tani rrogë komisione. Pse po metën ne duam që të punohet, mirë po nuk e... Atëherë, a keni dhona ju, a keni shku në herë me dhonat e sindikatës që me bo kërkes për me u trajtu smundjet e punëtorëve? Smundjet që i kanë, që prej venit punës. Për smundjet profesionale, unë mund të them se ne si e kem hierarki në BSPK, dhe më thonë gjithë shka bëjmë përmes dialogut social trepalësh, i cili është që 2 vite mungon. Dhe e kur e keni pas dialogun social, çka është arrit? Kryetari i BSPK-s për shembull ka qenë edhe udhëheci i Këshillit Ekonomik Social dhe e kemi përgatitur bashkë me Ministrinë e Punës dhe e keni përgatitur. E kemi përgatitur agjendën për një vit se cilat çështje do të trajtohen. Ishte edhe një ndër to ishte shëndeti dhe siguria në punë dhe çështja e ambientit jo të mirë. Po ju në Këshillin Ekonomik Social ekziston Këshilli Ekonomik Social ku merr pjesë edhe BSPK-ja edhe qeveria. Po nuk është funksional. Duke qenë që kemi përcjell me vite në Këshillin Ekonomik Social kryesisht për 10 vjet, sa kom qenë pjesë se cili ta kem, është fol për meditje edhe rritje të rrogave. Këto çështje tjera nuk janë përmenda asnjëherë. Nalu çtu 10 vjet ke marr pjesën çto? Shumë shpesh. O fol për rroga dhe meditje. Meditjet e çatina antarëve të cilët nuk janë paguar. Jeta bën se unë kam qenë edhe pjesë e sekretariatit Kesit. Veç ta të përgjigjesh pjesë e sekretariatit Kesit dhe unë e di shumë mirë agjenda si është përgatitur. Agjenda është përgatitur, po debati brenda. Po edhe brenda debat kom qenë. Edhe? A u fol për meditje, çu shumë pagu jo? Jo vetëm për meditje. Kryesisht. Ama edhe për? Prej 2 orë takim për meditje unë So fol për meditjen unë e di 2 orë gjys. Një orë gjys. Unë mund të them që
si kam qenë pjesë e sekretariatit kesit, e di që është humbë shumë kohë më spari me përfaqësues kush do të jenë. Është e keni pas mandej me kontratat. interes mu zgat shumë kohë që me fitu më ditje ma shumë. Jo, nuk ka, me ditje në Këshilli Ekonomik Social nuk ka fare. Jo, po qa tjetërin që po thu. Duke qenë që në Kosovë nuk ka sindikata sektorit privat, edhe është veç një sindikat e vogël me një numër shumë caktume, edhe ky dialogu 3 pagësh që ka ndodhur në Këshillin Ekonomik Social është i pakuptim. Do të thotë, çka ka me diskutu sindikata e policisë me odën ekonomike të Kosovës? Kur sindikata e policisë e ka një lesht veçantë edhe një funksion të veçantë. Do të thonë, sindikata cilat kanë qenë të përfaqësuar në Këshillin Ekonomik Social, kanë qenë sindikata të sektorit publik, ndërsa kanë dialogu me qeverinë edhe me odat ekonomike. Edhe këto mandej ka pas problem që ky dialog social me funksionu, edhe kishte qenë mirë që në të ardhmen me fillu me i fuqizu prej këshillave të punëtorëve, prej Riken, a ke qenë iniciatore e bomjes së sindikatave në sektor privat, apo? Është një problem Se s'keni mujtë. ligjor. Për shembull, ne kemi marrë sektorin ka pas shumë vjet interesim të sektori gastronomisë dhe hotelerisë për shkak të ikjes së punëtorëve. Edhe pronarët e bizneseve kanë qenë të gatshëm me i pranu, mirë po është një problem që në Kosovë 70 deri 90% bizneseve janë mesme të vogla. Për me u regjistru një shoqat sindikale, duhen me qenë 10 punëtor nga një biznes i caktuar. Tash nëse këshyrim te gastronomia, kryesisht përpos që janë të familjar, po janë edhe deri 5 deri 6 punëtor, cilë bashkë me menaxhmentin. Kështu që e bën të pamundun krijimin e shoqatave Ndrojmë ligjin nami ju përshtat. Ka filluar para një 7-8 vjetëve me u ndryshu, po asnjëherë nuk është ndryshu. Agon, a bën një herë veç më kazu pse s'po funksionon Këshilli Ekonomik Social? Këshillit Ekonomik Social i ka kalu mandati, edhe është një problem tjetër këtu që duhet më potencu, është arsyeja sepse gjithë antarësia sindikatave që vinë përfaqësues në federatat që bojnë konfederatën. Sindikatave të sektorit publik, ta thekso. Për këtu për të përplasim. Antarësinë duhen me regjistru përmes i Kosovës. Edhe në bazë të asajne, numrin më të madh ka Zbashku, mirë po federata tjera kanë probleme me këtë çështje, edhe ne nuk kemi dashur që me funksionalizu, pa rregullu çështjen me i Kosovën, me funksionalizu me njëherë. Që ka probleme me i Kosovën? Për arsye se gjithë punëtor duhen më regjistru, edhe aty Si vetë iniciativë më regjistru se si sindikatat e kanë këtë çështje që rregullojnë, edhe ata regjistrohen. Hajde. Kalzona, çka jo problemi që aty? Kjo e Kosova është që shpesh spjegon ti mirë, po është edhe një problem i madh se ne konsiderojmë që është ndërhyrje në antarësinë sindikale. Për shembull, shteti nuk duhet të ketë qasje në asnjë vend botë, nuk ka shteti qasje në antarësinë sindikale. Këto është ashtë një problem tjetër. Jo, këtu lutem. Antarësinë sindikale ne nuk kemi bile une me takimet e shumta se edhe kur përmendet që mungon dialogu social, nuk e mungon, kam takimet shpesh edhe me kryetarin e BSPK-s, mirë po edhe me kryetarët tjera të federatave dhe kemi adresu shumë çështje. Për shembull një çështje që është kërku, që është mirë më potencu, kanë kërku që mu fresku lista, sepse nuk mund dikush me hi me sindikata dhe me dalë bashkëkurdana, duhet më aty me i vendos sindikata, gjë që na jemi për mjë ndimu, mirë po antarësinjë përmes testajt Kosovës i ndalë lityrat. Nuk po një veç ashtu. Është tjetra, për shembull ju qenë keni më të aty që shpothuni. Po që 20 vite. Që 20 vite. Sindikatat e kalune, unë jam që 2 vite zëvendës ministri financave, mirë po në fillim të mandatit, menaxhmenteve të kalune të sindikatave, kur ju kanë kërku, ju duhen një ditë më mirë pasqyrat financiare, nuk i kanë dorëzuar asnjëherë, kanë pranuar mu dënu për inspektoratit punës. Po veç përmes të dorëzu. ka dole, po përzijeni në zona private. Jo, pse si tregoni të tyre, duhen mi di qytetar. Ne nuk e kemi obligim që dhënat e tyrat financiare, antarësinë sindikale, ajo... Jo neve me na tregu. Ju duheni mi paraqit dikon, për arsye se ju nëse ne konsiderojmë si ndërhyrje. Nuk ju ndërhyrje. Për shkak se në asnjë vend në botë shteti nuk ka qasjen si ndoshta është Kosova është bërë Jo, unë uroj që ju të zhvilloheni sa më tepër. Me të vërtetë do ju inkurajoj. Edhe unë kam shumë dialog social. Jo, veç pak, një sekond. Vetëm në botë është Turqia. Veç një sekond, lutem. E ka bërë këtë ndërhyrje në antarësi. Jo, Bernardo, veç një sekond. Na nuk ndërhyjmë në antarësi, po tash të ndëgjova ato fol, dëgja paket. Jo, nuk ka ndërhyrje fare se i Kosova është ardhmja, se këtë shërbimet e shtetit janë ka kalojnë përmes i Kosovës çdo javë, çdo muaj kish shërbime shtesë. Me se luja ato të cilën e din që nuk ka ashtu. Ne asnjë moment, bile ju kërkoni ndihmë që
antarësia, mos me hyjë, mos me dalë, pa dijenin e juj. Mirë pa, jo është ka shqetësuese, që ju duheni mi thonë, pe ish bordëve të kalume, s'po du me përmend emra, po është shumë letë, shifrini deklarimet e pasionisë, për që ata arsye nuk keni mujtë me dorëzu lista. Se nëse kena lyp për veti ato lista, ne ato i kena lyp që duhet për ditë publiku, ku pi shkojnë paret, e pse një pjesë e caktuar në njerëzve. Po thuti për deklarimet që nasi kena deklarimet e pasurisë të udhëhecave sindikatave. Lutem. Nëse i merr udhëhecat e sindikatave, e çka janë të posëna? Po, bukur mirë. Kështu që këta përderisa kanë pranuar, jo veç se kanë, se kjo duhet më thonë publikisht. Po, çka është kjo bukur mirë agon? A veç pegjuna prime janë të posër. Jo. A i den, a me na dhonë shifrën. Filoni so... Unë mas veç i sekund, unë e për të thëmë ty shumë sinqerisht, edhe që zdojën në fjallë po pës. Pse keni pranu, më dënu për inspektoratit punës, dhe me svi dorëzu pasqyrat financiare të organet kompetente. Kaq? Pyetje elementare. Ta unë veç dua të them se sindikalizëm Kosovë ka punëtor, janë të interesuar që të sindikalizmi të vazhdoj, ka potencial, ka sektore të ndryshme, mirë po me Kosovën e cila ndoshta nuk e ka pas edhe qëllimin shumë të keq, ne e kemi konsideruar dhe ende konsiderojmë ndërhyrje për shkak se ndoshta ne nuk kemi qenë edhe të gatshëm që të çka në kupton ky regjistrim? A bën me na kallzu regjistrimin një Kosova? Çka në kupton që është e dhënë e ndihshme? Zëvendës ministri ka shumë të drejtë sepse unë jam që 20 vite aty dhe e kam gjetë BSPK-n me disa sindikata të regjistruara qysh nga e kaluara dhe ajo nuk është fresku lista me vite. Dhe ata antarë sindikal ndoshta dikush është tek, ndoshta dikush ka vdek, ndoshta janë shtutri dhe ne nuk kemi pas statistika. Ne jemi të interesuar shumë për këto statistika. A keni pas ju sistem të QI-n që kemi pas, dhe ne gjithmonë domethënë bazë pagesës antarësisë që është bërë BSPK-s, ne paka shumë i kemi ditë. Mirë, a bën me më thonë nëse ka pagesë në antarësitë BSPK-s, a ja u keni bë donat financiare, bile transparente këtyne antarëve të juaj? A ja u keni dhënë antarëve dhonat se sa parë në ledh, ku kanë shku, nëse kanë shku në... Po, BSPK-ja gjithmonë bën raport vjetor, edhe federatat tona bëjnë raporte vjetore. Jo, raport vjetor. Që aty në antarëve me i kallzu që kja argju pare, specifikisht. Po, ja keni dhënë. Si jo, është ne edhe auditim bëjmë. Gjithaj, unë nuk du ta mbroj, nëse ja keni dhënë raportit e auditorit punëtorve, pse keni refuzu mi a dhënë ministrisë? Ne jo kemi dhënë ministrisë. Inspektorati punës kërë ka kërku, keni pranu më gjëbit dhe nuk i keni dhënë. Disa federata. Po disa, po ta shësë një është të cuse. E Kosova është bë problem, ndoshta ne edhe s'kemi qenë gatshëm si BSPK që të fillojmë. Unë nuk po them që është edhe... Çka na kupton kjo? Me hi punëtori apo sakta antarëve sindikal. Me Kosova është që është numri shumë i vogël i antarëve sindikal, se sa që ka qenë e paraqitur me letra në për databaza, cilat se këta gjithsesi janë paraqit në ministrinë, në departamentin adekuat. Kjo vetëm prej një databaze cila janë regjistruar me letra, ka kalu me një sistem online, edhe si pas konvetave dërkombëtare, një punëtor mundet me e marë vetë vendimin kur dën me qenë pjesë e sindikatës edhe kur dën me u largu prej sindikatës, me qenë se nëse mendojnë që zbashku nuk po e përfaqëson aq mirë, ai largohet prej sindikatës. A duhet se si punëtor me hi vetë mu regjistru aty, a mu në sindikatë? Ja, ata kanë qasje personale dhe që ka qenë problemi i sindikatave, nga se numri i tyre ka ra shumë në disa. Zbashku prap qëndron shumë mirë me përfaqësim, ndërsa disa sindikata tjera janë dëmtu shumë për arsye... A mund shumë me shpjegu pse punëtori heziton mu regjistru, a veç pse është proces bërë? Nëse shohim aktivitetin sindikal në Kosovë, nuk ka qenë për çdo një maj i kanë dërgu në përpushime, nuk ka pas përfaqësim të drejtë, të mirë, edhe punëtorët nuk janë ndi mirë me qenë të përfaqësume, nuk kanë përfitu, për shembull punëtorët e policisë, zjarë fiks, akoma nuk kanë sigurim mjetësor, akoma nuk kanë shumë kushte minimale të punës, e le më diçka matë avancume për çka ka... për çka është e thirrur me bo sindikata. Nuk është sindikata gjithmonë veç me kërku me u rrit paga. Janë edhe mira kushte tjera cilat duhet me u plotësu për punëtorët edhe natyrisht ndërto është edhe paga. Veç unë në krye? Vetëm deshta edhe me Brikenën ndërlidhem, kur tha që në Këshilli Ekonomik Social Policia kanë diskutu vetëm për paga, nuk është e vërtet se këto që i përmendet tash, përfaqësues të policisë i kanë shumë i kanë cek që përfaqësues të policisë, po tha ju tjerë ta jo. Po gjithë, sepse aty keni folë për sepse aty jo, s'ka me ditje në Këshillin Ekonomik Social, edhe nuk antarja që ka qenë aty. Po
po edhe unë kom qenë aty, jam sekretariat. Me ditjet nuk jam pagu. Gjithë punëtorë që kanë qenë aty nuk kanë diskutu vetëm me bizneset, por aty kanë qenë edhe përfaqësues të 5 ministrive, respektivisht 5 ministra, dhe janë gjitha hallet dhe problemet e punëtorëve atyre që kanë qenë, por edhe atyre që si janë prezent, janë diskutu. Edhe për Kosovën. Agoni veç po pret me fol, prit Krishnikran. Jo, veç për këtë çështje do me tregu që me sindikata edhe të ndërmarrjeve publike, edhe të sektorit publik, sektorit privat më pak për arsye se vetëm një ekziston, kemi adresuar shumë çështjena, domethënë dialogu social funksionon, sinqerisht. Edhe kemi adresuar shumë për shembull për policinë që përmendet rrezikshmërinë, ka qenë kërkesë, është realizuar, kena pas ka edhe si realizu. Edhe një çështje që po duam mi potencu me Krishnikun më lidhen fillim, mes ta harroj, është e rëndësishme. Pasi po flasim për drejtat e punëtorëve, një çështje tjetër që ka më ndihmuar shumë në ramet e informalitetit, është pilotimi që kemi filluar me reformën e asistencës sociale, një bashkëpunim me Bankën Botërore, për arsye se deri më tani ka qenë që ashtu siç ata Krishniki, nëse ke vetëm një hyrë qoftë një shumë çfarë do të qoftë, i përjashtuar nga skema sociale, dhe mandej është desh një krah letra që të kthehesh, dhe tash ne kemi bërë që të jetë një prag edhe një fazë tranzitore, edhe ato funksionon mirë, edhe ndihma sociale nuk është uniforme, po është bazë tyrave proporcionale. Agon, megjithatë duhesh me adresu kritikën, të cilën e ka qenë evidente prej shumë sektorëve, është pa që ju jeni duk si qeveri që po e disiplinoni sindikalizmin në Kosovë, për shkak se ata janë qunë greva. Edhe jeni munu për çaje sunda me metoda të ndryshme burokratike, i keni pas armiq. Një qeverisje që o prit që ka me bo ma shumë për drejtat punëtorëve, i ka po sindikalista sidomos si armiq. Unë 2 vite apeloj Ministrisë së Zëvendësisë e Financave dhe konkretisht nuk ketë punë që mirëm, me të vërtet, shumë sinqerisht do të them që asnjënin prej këtyre as nuk e kam armiq, as të kontrajtuar si armiq, përkundrazi kemi adresuar. Agoni jo, qeveria? Ashtu jam përgjithësisht për çat fushë po flasim. Okay. Edhe unë mendoj që organizimi sindikal duhet të qenë në pjedestal sepse sjell zhvillim kur të ka kritikë. Po ju se keni përkrah. Sindikatat, unë nuk e di në cilin rast, një çështje keni thonë që ju keni nuk bën çka kur qysh. Përveç se keni konflikt fizik. Jo tash ti kur thonë edhe pse nëse ka çka keni bëu ju? Kallëzoni veprimet që keni bëu për me kriju sindikata. A mi veprimet që keni bëu sindikata në sektorin privat? Çfarë lehtësime? Na nuk përzihem për krijimin e tyre në sektorin privat. Jo, po me ju kriju kushte, që to kushte që po i lypin. Do me thonë, departamenti i punës që që ju keni bashkëpunim që u hiqet, ka dialog social me sektorin privat, mirë po është pak e problematike në sektorin privat, për arsye se mungon ndoshta që ja më kriju pak më madhe në fillim. Për arsye se ka shumë luhati, si me punëtor sezonal, si me punëtor migrant. Për ndryshe, unë jam shumë i lumtur në sektor privat me sindikat. Strukturë ligjore që më janë mundësu regjistrimin e sindikatave private. Po kallëzon Brikena që ka probleme. Po Brikena që ka probleme, nuk po thot Brikena. 10 punëtor, po thot. Që me 10 punëtor s'mundesh me regjistruar. Këtë po thot Brikena. Se mos me ndru ligjin. Na mujmë rregullu ligjin, po duhet. Muj mas 4 vjetëve. Jo, veç pak. Ki bëu që 4 vjet? Jo, veç se sekond. Për arsye se këtu përfshihen shumë aktorë. Edhe unë nuk besoj që është problemi vetëm që sektori privat nuk pas ka sindikat që ku ka pragu dhe dë. Jo ndër problemet kryesore. Cili problem është pra? Duhet organizim më të madh, na me dialog social në projekte të ndryshme vetëdijsuese inkurajojmë, bëjmë takime të ndryshme përmes departamentit. Qysh e ki mbrojtë punëtorin që ai oligarki e qet pi pune, pa kurfar arsye, ai s'u bën sindikat, qysh e ki mbrojtë çat? Na punëtorët qysh e ki kriju? Na kemi inspektoratin e punës për Veça? Veça to vetë kënaqemi? Inspektorati i punës është ndihma juridike, falas, është shteti ligjor. Edhe këtu do të mi do 2 elemente. S'është sindikata? Sindikata është për mi avancu të drejtat e punëtorëve, për mi përfaqësu punëtorët, për me zhvillu aktivitete sindikale në raport me punëtorin. Mirë, po këtu nuk duhet me harru elementin e parë. Na e kemi shtetin i cili duhet me mbrojtë të drejtën e punëtorit edhe jetën e tij. Dhe kjo është përgjegjësia të cilën fillimisht na duhet me lyp. Avancimi shkon me sindikata. Shteti duhet me zbatu ligjin. Edhe është i drejtë, apo duke ligj, shteti edhe me pas sindikat është i drejtë ligjore. Neve është të na ushkel ligji para syve çdo ditë. Pra, kur po e them çdo ditë,
Prej këtujt i kena 20 metra, dalëm semafora dhe kemi i pa 10 fëmijë të cilët janë të lyp. Është shkelje flagrante e ligjit, të cilat ndodh, nuk ka sindikat fëmijë, i cili është në moshën 8 vjeçare, i cili kanë qitë me lyp, ai nuk mundet me pas sindikat. Ato punëtori që po vdek ish dashur me pas sindikat. I kalojnë 100 zyrtar të shtetit në semafora, e këshyrin, ja lëshojnë syt e injorojnë problemin. Ligji shkelet që aty. Zyrtarët e shtetit kalojnë para objekteve cilat nuk kanë skele, cilat janë të rrezikshme, i shohin, i këshyrin seri dhe vazhdojnë. Zyrtarët e shtetit nuk e zbatojnë ligjin. Ata janë thirrur për me zbatu ligjin. Zyrtarët e shtetit nuk e zbatojnë ligjin as në projektet infrastrukturore publike. Këshirni, delni sot, në secilin vend ku ka vend punishte, nuk zbatohen standardet e sigurisë në punë. Me paret shtetit pagujmë kompanitë të cilat e shkelin ligjin e punës. Në mënyrë flagrante. Hyn njerëz që s'kan mbrojtje, hyn njerëz që punojnë pa pajisje, vend punishtet janë të parrethume, shteti i pagun, sepse në secilin kontratë siguria në punë është e buxhetuar dhe ato pare vjedhen, shteti toleron këtë punë. Pra, kjo është niveli llogaridhënies që na jeni aty e lyp. Jo në disa elemente sindikata, avancime e tjera. Pra, shteti nuk është të funksionuar, nuk është të kërkuar llogarin për shkeljen e drejtave të punëtorëve. E dyta, shteti është të toleru njerëzve me shkel të drejtat e barabarta. Na sot kemi probleme shumë serioze. Gratë e dim publikisht të gjithë që paguhen më pak për punën e njëjtë që ne bojnë me burrat. Kemi diskriminim të punëtorëve që janë prej minoriteteve ose komuniteteve jo shumicë. Pse? Askush nuk është tu e trajtu. Faktin që një rom paguhet shumë më pak në Kosovë se sa një shqiptar për të njëjtën punë që e bën. Dhe kjo është shkelje, është diskriminim dhe shteti duhet me intervenu këtu me ja garantu të drejtën që ata me pas. Pagesa e kemi veç edhe një element fal. E kemi edhe një rrezik shumë më të madh. Ka më na u shfaq skllavëria moderne. Si koncept të cilën na e kemi. Pra kemi njerëz që jetojnë me punëdhënës në shtëpinë e vet, 24 orë. Nuk e dim sa pushim merr, sa punon. I kemi 2000 njerëz të futur legalisht në Kosovë si punëtor prej Bangladeshit. Nuk i dim ku janë. Imagjinoni se kishim me qenë 2000 njerëz në Prishtinë të punu prej Bangladeshit, i kishim pa ku kanë me ta njerëz. A shëndru Kosova në një hub për më dhon viza këtyne, a janë të punu me një vend punishtë të mbyllun ku na nuk kemi tu i pa. Ku i ki këto dhona, 2000 punëtor Bangladeshit? Ministria e Punëve të Jashtme. Ka shumë Ministria e Punëve të Jashtme, i ka shumë 1900 viza për punëtorë që vinë prej Bangladeshit me kontrata punës. Okej. Dhe këta njerëz ajo në Kosova kanë ikë. Duhet mi ditë. Disa pretendohet që kanë ikë, disa janë këtu. Do të më pa respektimin e drejtave të tyre. Me çfarë kontrata kanë ardhur tani? Çfarë punë tu pagu? Sa parë tu pagu? 500 euro. I takojmë. Për shembull, janë 40 punëtorë migrantë të cilët janë në Gjilan. Ne kemi shkuar, i kemi vizitu. Mirë, po problemi është me punëtorët filipinase. Punëtorët filipinase, me qenë se Kosova dhe Filipinet nuk kanë marrëdhënie diplomatike, ato rekrutohen prej agjencive në Maqedoni dhe në Shqipëri. Dhe duke pas parasysh që Kosova dhe Shqipëria kanë marrëveshje për kalim të lirë të kufinit, ato hynë në Kosovë. Edhe nuk dihet, ka pas raste kur disave prej atyre punëtorëve kanë pas problemet mëdha shëndetësore, janë braktis para spitalit për shkak që janë pa dokumente në Kosovë. Prej 70 grave me cilat na punojmë për çdo ditë, veç 10 prej tyre janë të regjistruar dhe kanë leje pune për me punu në Kosovë. 70 grave filipineze? Filipineze. Kryesisht punojnë dado në për familje. E kallëzom reagove kur Krishniku tha një plan që të gratë paguhen ma pak se burrat për punë të njëjtë me kualifikim të njëjtë. Tash, për posa saj, është edhe një problem shumë e madh se kjo. Është e vërtetë që gratë paguhen më pak, mirë po. Kosova është i vetmi vend në rajon posë po edhe në Evropë që pushimi leja e lehonis, që shuna kemi qef me qujt, paguhet prej bara kryesore e pagesës së lejes lehonis i bie punëdhënësit. Do të thot, një gru ku shkon me apliku për vend punës, kemi raste kur ju kërkohet testi shtatzanis ose pytet për qysh i ki planifikimet familjare. Na nuk i fajsojmë bizneset për këtë punë, jemi edhe vetë sektor jo qeveritare dhe edhim se sa vështirë e mbulojmë gratë cilat kanë me elind, mirë po është pa tolerushme që një shtet me jalon natalitetit ndorë të bizneseve. Përveç kësaj në rajon kemi shkollën më të nalë që e kom pa edhe në hulumtimet e juja një kësë,
rreth 75% grave në moshë pune nuk janë fare aktive në tregun e punës. Shkolla më e lartë në rajon e grave të papuna. Ndërsa nëse e shet e analizon me shkallë të shkollimit, atëherë i bjen është 3-1. 3 gratë janë më të shkolluar se burrat. Mirë po, kur vjen puna me punu, tash këtu hen leja. A banon e me çuj që jemi këtu kriju anvise të shkollume? Po, patjetër. Anvise të shkollume. Me kry shkollë më shumë se burrat me nejtën shpe. Se nuk ka, ajo, për shembull, nëse hin me punu me një punë, tash 350 me një pagë minimale, ajo nuk ka qerdhe, kryesisht. Transporti është tjetër. Ngacmimet seksuale në 3-4 raportet tona të fundit del mbi 30%. Edhe gratë në sektorin privat pranojnë me punu vetëm te ata punëdhënës që i njohin ose familjarët e tyre i njohin. Nga se ngacmimet seksuale dalin t'jenë shqetësuese për gratë, sidomos në 2025 30% grave ngacmohen. Nuk kam, po 2024 thëm po, me 3 raporte të ndryshme. Duhet të thonë, kjo është statistika sa ngacmohen. Sa do të ishin ngacmuar, po na të kishim 75% punë, kjo shkon hala më shumë, pra është një problem sistematik, që tash ty ta krijon barierën e parë, që a janë ngacmime seksuale a dalin edhe në hulumtimet e tua? Tash, problemi i parë është sa është reale, e dyta sa perceptohet ngacmimi seksual, se tash këto 75% pretendojnë që nëse hyn punë dikun, ka me i gjetë sa jo. Kur i gjenë që ajo, mas ne kanë me pas probleme. Po, e pse mos me supozu këto, a bën me të pyet, pse mos me supozu nëse realiteti është që po thot Brikena, apo me të pyet ndryshe, a është ky realitet çaj që i gjenë edhe Kallzo Pikomi me hulumtimet e veta, apo është veç e IKS-s? Saktë, është problem kolektiv. Trajtimi, mungesa e trajtimit të ngacmimeve seksuale në vendin e punës, mungesa e standardeve, mungesa e rregulloreve, mungesa e mekanizmave të cilat kishin me parandalu ato. Pra, kur ti ki probleme me ngacmime seksuale në universitet, kur profesorët të akuzohen për ngacmime seksuale, çka të ndodh në një vend punishte të ndërtimtarisë, pra, është shndruar edhe në humor, ku vend punishtja sa është në ngacmimet seksuale në këtë drejtim. Pra, na do të me pas një edukim mas, do të me pas një ndërhyrje, do të me pas masa strikte ndaj njerëzve që kanë smundje, sepse unë mendoj që ngacmimi seksual nuk është më diçka kulturore, por është smundje të njerëzve, ato do të me trajtu te psikiatri, pra, një njeri që ngus një femën kolegën e vet punës, do të me çu te psikiatri, me trajtu, më dhon do ilaç që tani më çu në shpe, edhe kjo është problem që do të më trajtu. Pra, barrierë ngacmimet, barrierë perceptimit ashtu. Sepse në rast se shkoj, çka më gjen? Në rast se shkoj, po barrierë ekonomike tash. Nuk hin tregt punës se tutën që po ngucën mesin pa punëtore të shkollume. Shumë në një temë shumë interesante. Në Kosovë, njëna prej arsyeve kryesore pse njerëz dalin, migrojnë, është saktë kjo. Punë të cilat gratë kishin mujt mi kry në Kosovë janë të stigmatizuar, nuk i lojnë burrat e vet mi kry, nuk i lën komuniteti. Çka ndodh? Qysh mundi me shpjegoj ju që penjonës pe zona më të braktisura të Kosovës, krejt komuniteti kanë shku dhe punojnë në pastrim të shtëpive, në restorane, në shtëpia të njerëzve të tjera, punojnë në shërbime të cilat na po duhet mi kontraktu njerëz të tjerë që po vinë, me paga të cilat ndoshta në Gjermani nuk i marrin të njëjta si në Kosovë. Pra, ti po duhesh me marr punëtore pe Filipinave, me këshyr gra nëpër shtëpi ose me fshi shtëpia. Në anën tjetër, ki gra të cilat po shkojnë prej Kosovës me kry të njëjtën punë në Gjermani. Pse? Unë po du me ta bo një pyetje tjetër. E qele mas i erdhe dhe gjithu, po du me ta qitë anën tjetër të medalje, se me të pyet. A është kjo, pse burrat shqiptar janë patriarkal, e janë xheloz ata me punu, me i fqu gratë me punu këtu, po në Gjermani nuk janë xheloz. Në Kosovë, për burrin është marrë mi punu gruaja pastruese. Në Kosovë, për burrin nuk është marrë mi punu gruaja pastruese në Gjermani. Kjo është problem kulturor. Në Kosovë është marrë studenti me punu në pastrim, në Gjermani nuk është marrë studenti me shku me pastru në spital. Dhe kjo ne është të na kriju. E ka dalë pse që burri gjerman nuk është xheloz. Burri gjerman e ka kalu këtë punë, edhe burri shqiptar e ka kalu. Në Gjermani. Edhe gruaja shqiptare kanë kalu. Gjermani e ka. Kërkosh. Çto e kanë problemin? Edhe këtu t'ju kallëzoj që i ku mbodo pare, edhe mas ne e kemi në situatë ku haqë se atje e kena mirë, e kena një shef mirë. Edhe në Kosovë ka shefat mirë. Edhe në Kosovë ka punëdhënës të mirë, nërshëm që dojnë me kry punë, me pas staf të mirë, me vazhdu biznesin e vetë, sepse duhet me kuptu që pe një biznesi pirat të cilën e kemi pas, tash kemi nisë me kriju bizneset, cilat janë të leqshme, cilat dojnë me zhvillu biznesin e vetë, të cilët e kanë kuptu që tu pas punëtor të mirë, mujnë edhe me zhvillu biznesin, këta nuk duhet me harru. Na për ditë takojmë punëdhënës të këqe, që i denoncojmë me kallëzojmë, po në anën tjetër të takojmë me punëdhënës model.
i cili vjen dhe thotë, okej, unë e kam stafin që 25 vjet punoj bashk. Kam gra e burra që punojnë bashk, që kur kanë ardhur janë martu bashk, masnej kanë lind fëmijë, tash po i martojnë fëmijët e tjerë, kanë kriju gjeneratën e njerëzve dhe këta njerëz janë modele. Mirë. Masi po folim për këtë anë, shteti është përgjegjës për çështë pushimin e Leonis që përmeni Brikena, akon? Pse nuk o ndru qasja, të marë parasysh që ju jeni qeveri që kogja po krenoni, që keni kriju, grati keni shtim pun, ja u keni qeli logarin, po ju një të krenu për që ato. Mirë, ja u keni qeli logarin, mja u qitë ka 100 euro. Pse si bot reforma tjera që qëto 75% grave në mosh pune, që janë taman mosh e lindjes, po ashtu, 25 dhe 65 janë mosha e punës, në qatë mosh, ato po vendosi me najtë shpe. Po ne nuk kemi arritë me si ligjin e punës me kalon këtë legislatur. A keni ndru që të pjesë kemi përfundim dhe dy probleme që e kemi rregullu që kanë qenë probleme ligjin e punës, është pushimi Leonis dhe punëtorët migrantë. Çdo dyja e ndeshtë punës kanë qenë që... Pushimi Leonis dhe? Dhe kontratat me afati ka dalë. E veç shpjegona pse 4 vjetë s'keni mujt që të ligj me kalu? Ligjin e punës nuk e kina përfundu, që është tregova, edhe... Agon 4 vjetë mos me mujt me përfundu. S'kina arrit me si ligjin e punës. Agon, a do me thonë pëjdëna në viset e shkollume në shpe. Vetëm Pëjdëni gratë në shpe. Për këthy kështu, për arsye se ne kemi realizu shumë masa aktive për tregun e punës përmes agjencisë tonë punësimit. Jo, ju keni realizu që ajo me ma 100 euro me najtë të shpia. Jo, nuk ka vetëm ajo topi përmend ti, o njena, ja, nuk është vetëm ajo. Për arsye se kemi masën 1.3, masën 1.2, edhe shumica përfituesve që kemi në kuadër të agjencisë punësimit, janë përfituese ka diskriminim pozitiv, janë gra. Qeveria e majtë mos me mujt ligjin e punës 4 vjet me kry, a kanë qysh mos me mujt me kry? Qysh? Këto dy gjana do të adresohen listë punës, keni drejt, mirë po do të besoj që do të kalojme në legislaturën e re në fillim ligjin e punës. Edhe për çështjet e grave, edhe në çështjet për çështjet e gasimeve që duhet më thonë, unë mendoj personalisht që duhet me pas delime kapitale, për arsye se kemi me kusht, raportohet një rast, edhe vetëm nëse dikush dënohet me kusht, edhe ka mënyrën më dënu dhe në 5 vjetë, pse mos më dënu aq, edhe besoj që ishin bukur shumë i shrabë. Dafin, do është të me thonë diçka, mandej na. Ne kemi prit prej kësaj qeverie se do të krijojë shumë kushte ideale për punëtorët, për sindikalizmin, për gjitha, për gratë, për mirë po, si që tha... Me pas prit jo, kryetari i sindikatës i shkon gru mati. Kështë që si jeni sindikata na i normi i full qeveris. Mati jeni dosh një gru me. Vetëm të, për shemull, si ka mu bo ligji punës, kur funksionon dialogu social, gjitha janë stopu, gjitha kanë qenë proces. Ligji punës bëhet edhe pa dialog social. Po bëhet, po Ullet qeveria e shkruan kalon në diskutim publik edhe vazhdohet, krijohen standardet. Ligji punës bëhet konform standardeve evropiane. Nuk mujna me lujt. A bën ti me na ka orça që komplikum ligji punës, kështu që kontroversë që mos më kalu 4 vjet. Është problematik, është ligji vjetër, duhet me u diskutu bukur gjatë që me pasi setup të ri në këtë drejtim. Ligji vjetër është prej 2010-s, çat ditë që ka hi në funksion ai ligj, prej asaj ditë ka fillu mos me u zbatu. Asnjëherë nuk është zbatu në plotni ai ligj i punës. Nuk zbatu, ato është nuk është zbatu asnjëherë. Unë personalisht mendoj që edhe me ligjin aktual mos zbatu. Po dhe shumica është një problem. Katrat janë ato që adresohen. Edhe i ligj zgjidhen në standardet ligjore të tjera. Jo, reforma kryesore është mju hek bara bizneseve në pushimin Leonis. Që kjo është reforma gjinore që po e presim. Rregull, po tash edhe tjetra që duhet më thonë që nuk ka. A doni me hek po vetëm vetëm një element që duhet me hek, po për mi pa që kena paraprit për mi hek, ne paguajmë gratë Lehona për 6 muaj. Keni parasysh edhe stimulon që na të thonë dëgjoni mas 6 muaj që më paguën mu punëdhënësi, mas 6 muajve më pagun qeveria me 50% të pagës profesorëve që janë një profesoresh universitare, e cila nuk e ka të rregullume prapë se punon me kontratë të diskutabile, nuk e ka kontratën e rregullt, gjithsesi, po don qeveria e Kosovës me erit si strukturë. Një person i cili punon si profesoresh universiteti e ka rrogën 1.500 euro. Edhe del në fund edhe i merr 225 euro për 3 muaj, edhe po mendon që ajo me atë standardin cilin e ka bu rent të shtëpia,
Apo po dëni me pagu si ato gratë e pa puna që po jepni ka 50% pagës edhe pe stimuloni papunësin të gratë. Në më thoni, qeveria e majtë duhet me jep me i shti ato gra në punë. Jo me i thonë që merri 175 euro edhe rritë e shpia. A mu i veç një ndërhyrje me bu. Veç e kam problem nëse e kryojnë për shtypjen që kjo është barë për biznesin. Falni, biznesi, fitimin e vetë, nuk e hupë. Këto du të me kuptu. Biznesi çdo shpenzim e llogarit në shpimin tonë. Pra, si konsumator, në fond, kur na shkojna me hongër me një restoran, nëse ai e ka një gru që nështë të pagu ekstra, ai ka më na shtrajtu picën për 2 euro gjysë në 2,70 Po veç s'është fair nëse qeveria i pagun veç 3 muaj ditë e biznesi 6 muaj ditë. Jo, nuk është i barabartë. Është fair sepse kjo është loja janë rregullat e lojës, pra nëse ki. Po mirë dhe rregullat e lojës janë keq. Që unë po them që janë keq sepse gratë po kallzojnë që si pasojë që ti ligjin nuk po jin punë. Shkojmë me këtë logjik, na jo kemi bizneset edhe tatimet. S'keni nevojë. Ja, ti po i stimulon me i marr punë burrat. Po i stimulon sepse po diskriminon që është azane. Jo se burrat i paguajnë më shumë, gratë i paguajnë më pak. Bizneset janë tu abuzu. Po janë tu abuzu dhe janë tu diskriminu gratë, jo burra. Janë tu diskriminu, sakt. Dhe shteti duhet mi kërku me zbatu ligjin. Sepse e llogarit në kostën e vetë dhe ditën e mirë. Nuk mundet mi thonë, na ta shpja... Shteti s'me kërkon. Jo, nuk mujna na mi toleru marketet, mu që dhe me thonë, unë i kam 400 gram punë, pi paguj ma pak se burrat, edhe nuk pi paguj të pak të në kostën e një pushimit të Leonis që më bjenë mu për një situatë të Po janë shumë pak biznese që i kanë të punësum 400 punëtor. 90% të bizneseve i kanë deri 5 punëtor. I shkojnë 2 në pushim të Leonis, a i du të mi zavencu 2 tjera, mi au pagu atyne edhe mi pagu që ata tjerë që i ka. Edhe? I rritë shpimet. Nuk mundet mi rritë shpimet, se na s'kemi standart mi rritë shpimet. Nëse të një vend të botës, është një fond për sigurime sociale, i cili nale 2-3% sa e bën qeveria, cila edhe Kosova e ka pas deri para luftës mandej nuk e di pse është hek, në qatë fond paguhet Leonia, paguhen aksidentet vendin e punës, paguhet të papunët për 6 muaj deri sa shteti au gjem punën e tjerë, janë standarde cilat nuk duhet na mi shpike me bo, veç duhet me i shtin qatë legj edhe me miratu. Ligji është i bom pej vite 2015 në përsirtare prap të ministrive dhe veç duhet me dal edhe me u votu në kuvend. 3 herë ka dasht. Deri kur të ndrohet ligji. 3 herë ka shku deri në leximin e dytë. Bizneset e kanë ditë që në momentin kur e qet një nënshkrim kontratë, me një gru, ajo mundet me mes shtatzana, do të mjau pagu. Po për çfarë s'pishtim Jo, problemi është po i qesin për punës pa jo dhon parat. Problemi është që ja ndërprejnë kontratat pa jo dhon parat. Problemi është që nuk po i kthejnë punë. Masi po kthehen për pushimit të Leonis, dhe tash tu duhet mos zbatu ligji. Gratë të cilat kur e kryjnë pushimin e Leonis nuk kthehen në pozicionin e njëjtë, ato e kanë këtë drejtë duhet me paditat po ndan, sa i kanë me kthym punë. Po tash shteti me zbatu gratë me umor. Jo, shteti me zbatu agonit afati i kontratave, çka bojnë bizneset? E marrin një gru. Nëse një gru, hajde pe çojmë deri në fund teorinë. Sa vjet i vyn një gruje? Nëse del pi punës, pse ka me shtazone, e çon pundonsin. Gjykat sa vjet i vyn me nuk është minimumi 8 vjet, jo. Është më pak se 4 vjet munis procesi gjyqësor. Munis, kryet veta, me realizu drejtën të veta. Nuk ka lande cila pret për vendimin final në Kosovë 8 vjet. Është ndryshuar ky standard. Jo, kanë hiç sistemi gjykata, jo. Sot nëse pa ditë, sot nëse pa ditë për vendim, sa vjet mesatarisht? Mesatarisht, çështjet e pronave që janë më rana 8 vjet, 4 deri në 5 vjet. Po. Nuk është proces normal. A bën me të lutëm vlerësim të riskut. A veç me të pyet, a qet ndajherë elementi që nëse me të shtatzone ki risk? A hen qajo? A hen qaj dimenzion? Po. Me gjithë respektin këtë debati që u ba, është për drejtat e punëtorëve. Edhe të grave punëtorëve. Edhe të grave, tani... Kallëzëm që shiki dimenzionin gjinor në vlerësim të riskut. A është ten dimenzionin gjinor, sepse kemi probleme të mdoja, 70% grave s'po vlerësimi i riskut, vendeve të punës. Gjithsesi është edhe problemi gjinor, se aftësia e punës, aftësia fizike quhet, çfarë aftësie ka. Edhe varësisht për vendit punës sa i bëjmë vlerësime të saktojmë normën, çka caktojmë shpesh. Vlerësime seksuale a dalin ty në herë problem? Po. Aty kemi se ne i marrim 6 faktor. Është standard i vlerësimit të riskut 6 faktor. Një prej faktorëve është faktori psikosocial. Në këtë faktor psikosocial, ku i kemi faktor dëmtues kimik apo fizik apo biologjik, dëmtues psikosocial, çka janë këto? Stresi, orari i punës, abuzimet, pushimet, gjitha këto
Gjitha këto ndikojnë. Kallëzëm diçka, si njeri që mirë është, ka dalë, mirë në qëtë industrije mëti, punëdhënësit këshillojnë, punëtorët këshillojnë, a është reale që kjo që e ka përjetu Brikena me hulumtim, 30% grave me raportu që i ngucin në punë. Është reale? Në përvojën tënde. Përvoja, shikona, nuk e bëjmë këtë testim në këtë hulumtim. Nuk e bëjmë këtë hulumtim. As keni për këtë punë. Jo, këm ni, si s'kemi ni. Na vetë kur spjegojmë, kur spjegojmë për faktorë psikosociale, e bëjmë, po unë do të mbesim borë se do të përfundoj në misioni, jeta, thash, këto tema që janë për mbrojtjen e punëtorëve në punë. Mbi të gjitha, sigur shpajtojmë të gjitha, siguria është e para. Po që për gratë është siguri prej shefit mësë me të ngucë. Në falbesh, kurse një faktor i rrezikut është. Një faktor. E për këto s'ni të folim për vdekje. Nuk folim për ngucjen që ta bojnë kolegët edhe shefin. Na pak edhe edukatën e kemi, si edhe komentojmë edhe ngucim edhe si edukatë edhe si mentalitet jemi pak ma patriarkal. Mirë, po veç mos të harrojmë. Se është shumë e rëndësishme te kontratat e punës. Kontratat që i thash Zavendës Ministrit që janë me afat. Kryesisht në Kosovë, që ka ndodhë te gratë? Kryesisht, kontratat ju zgjaten gjdo 3 muj ose gjdo 6 muj. Edhe kështu, hynë në punë, mbet shtatzane, e ka me afat caktum kontratën, edhe në fund ato nuk pja u vazhdojnë kontratën, po shkojnë në përgjykata edhe po fiton prap punëdhënësi. E kanë gjetë si një sistem. Sipas konventave ndërkombëtare, prap ka mënyra që shregullohen, nuk e lën 10 vjet një punëtor me punu me një vend caktuar për me marrë një kontratë përhershme, mirë pa ajo shkon 3 ose 5 varësisht qysh vendos qeveria, edhe ka janë shumë çështje lehtë të zgjedhshme dhe nuk ka kuptim pse deri sot vitin 2025 nuk janë rregullu. Sidomos prej 2010-s që nuk është zbatuar ky ligj. Okej, shkurt. Vetëm shkurt, në gjitha shtetet e rajonit tonë, pushimi i leonis paguhet 9 muaj me pagë të plotë nga punëdhënësi. Në këtë rast punëdhënësi në shtetin e Maqedonisë së Veriut, për shembull, 9 muaj paguhen leonat nga punëdhënësi. Tash nuk është punëdhënës vetëm bizneset, janë punëdhënës edhe institucionet tjera. Dafina, që i kemi analizat krahasimore në shtetin e Maqedonisë, është fondi, pushimi i leonit paguhet për fondit për sigurime shëndetësore. Serbia e ka ndryshe, Malizi e ka ndryshe, por paguhet deri në avancume. 1-3 vit gjithsesi. Na jemi të folë këtu për barën financiare e cila është të jep tash në vendet e zhvillume, ka shumë debat, a duhen gratë për shkak të zhvillimit karrierës ose kështu, a dojnë me najt ma shumë, a dojnë me najt ma pak. Është Kosova vendi vetëm në botë kur të lind gruaja, buri i ka veç 2 ditë pushim, ndërsa kur të martohen 5. Ma shumë ka pushim. Jemi në fund të emisionit, zot një të bruna s'muj me kry. Pakon pat pyet për policë e zjarfiksat pse ende nuk kanë sigurim shëndetësor edhe tjetës. Për sigurim shëndetësor është të punu në drejtim të sigurim shëndetësor, mirë po unë me të thonë drejtë nuk jam... Po që ti 15 vjetë të punu? Vetë lutem, vetëm kështu shumë qartë. Nuk është çështje që më imi dhonë sakt, ose që është komplet fushë imja, për arsye se ka edhe akter tjerë të involvuar. Punëtorët e Keku ta mëjmë të pyet, na kanë qenë pyetje për kërkojnë rritje të pagave, janë ndërmarrje publike, pagat e tyre nënkuptojnë edhe rritje të fakturave. Rrymës, a keni me konsideruar? Ajo çështje e bordit menaxhmentit, bordi e mat riskun e kompanisë, nëse i kanë kushtet për me rrit pagat, ata dinë. Mirë, edhe pyetjen e fundit për punëtorëve prapë që na kanë ardhur, qeveria në fund vitit ka thonë që rritja e pagave ka më bënë 2 faza. 55 euro prej janarit, 55 euro tjera prej korrikut. Nëse nuk formohet qeveria, a zbatohet që kjo rritja për 55 euro? Zbatohet, për arsye se ne kemi garantuar që do ta zoglojmë pabarazinë brenda pagave. Më duket që për ngacmimet është me thonë diçka apo? Dashta me thonë deshta me thonë për ngacmime, për arsye se është problem që është shumë evidentoni edhe ju, a? Që o problem, tash çdo person që shoqëri tonë di këtë çështje, është sekret publik, si më thonë. Mirë, po ajo që du mi thonë është që mënyra vetëm është me dënime kapitale nga gjykatat, edhe jo marrë mas 5 vjetë ose 8 vjetë, po duhet ma shpejt me ardhën vendime, për arsye se duket që është e njëjta formë, se kjo është smundje me një farë mënyre. Kjo është smundje, edhe smundje duhet me masa rigoroze më duku. Ose më shku më trajtu më ndaj. Okej. Naim, për fund? Ata diçka se mbeta borç. Okej, urdhë. Dytu Zavendës Ministrit, sepse kam borç prej profesionit që i bëjmë ne. Si është e mundën për 2023 të stetorit,
mos mu me dhoni në shkrim ministri i juaj, ekspertat të sigurisë në punë. Unë kam kompaninë dhe disa kompani jemi sigurisht 5-6 që kemi qendra trajnuese. Çka s'po ju jep? Çfarë në Qendra trajnuese për nxjerrjen e ekspertave të sigurisë në punë. 3 muaj gjatë kursi jeta. Në fund Po, çka s'po kryen ministri? E kanë dhënë provimin në 2023 për herë të fundit, edhe nuk kanë certifikuar, kanë marrë vendimin që kanë kryer provimin, edhe janë sirtarët e ministrit, thotë mbetet ministri me nënshkruaj certifikatat. Ata nuk mund me ushtru punën e ekspertit. Do të thonë nuk janë valide pa nënshkruar Nuk janë ministri. valide pa nënshkruar ata. Ne tani prej tetorit i kemi nxjerrë se me ligj është përcaktuar me 3 herë në vit, nxjerrim nga 3 muaj gjatë një kurs. Dhe ne sigurisht për këto 2 vite mund të jenë diku 60 eksperta, cilët e kanë kryer shkollimet e ne, nuk mahet provimi. Pse nuk mahet provimi, zoti Zames ministër? Pse nuk mahet provimi dhe pse certifikata nuk nënshkruhen nga ministri? Për arsye se ne nuk do ta lejojmë si ka qenë deri tash uniforme për gjithë, edhe do të ketë një klasifikim midis atyre që kryejnë trajnimin sikur gjitha shtetet evropiane online me rrezikshmëri të vogël, edhe pjesa prej sa mbetet prej 20% punëtorëve që duhen mi kry me vlerës trajnimin që shtat ju 3 muaj, ata mandene do ta ketë mundësinë edhe përmes agjencisë punësimi, se kena mbi 20 programe, mujmë zhvillu edhe këtë program, mirë po edhe për jush mund zgjedhen edhe juve për sektorit privat kënd të dëshiroj. Se ne vazhdojmë të mbajmë mësimin atëherë. Jo, vazhdoni mësimin. Çfarë juve na nuk jo nali maksimum. A dini ju që ne mirë po do ta rregullojmë këtë pushë. Jo, kualifikime. Realisht na shumë afër kësaj çështje. Sa është kjo do ta rregullojmë deri kur? Jo, është shumë afër se veç kanë filluar lëvizjet, inspektorati i punës i ka tash Shpejt 2023 së rregullu tash. Jo, vetëm një sekond. Hajde. Një sekond, se inspektorati i punës tash e ka databazën online, e ka marrë edhe kodin PSHI-s, aty regjistrohen gjithë punëtorë që kanë mundësimi kry trajnimin online, ndërsa këta që 20% të ndërtimit pengatrojmë këtë. janë të jo ose të na. Online është për punëtorë të thjeshtë. Ne jemi të fortë për eksperta. Ne kemi qenë trajnuese për eksperta, jo për punëtorë të thjeshtë. Jo, ekspertat vinë kryejnë shkollim 3 muaj, jo 150 orë mësim. Edhe ne certifikojmë ata, i japim një diftes, një dëshmi se kanë mbaruar me sukses shkollimin, edhe vjen e jep provimin te ju. Atje për herë të fundit është marrë provimin e tetor. Edhe ata që kanë dhënë këtë provim nuk i kanë marrë diplomat, certifikatat, çka duhet quajë atë. Për këta shkon, po presin, po këta që janë ty kry që 2 vite, këta nuk mahet provimi. Ç'ës mahet provimi? Ç'është e provimit kjo? Provimi nuk mahet. 2 çështje kanë. Këta që kanë marrë provimin, qendra ju me ekspert, a funksionon apo me ekspert? Qendra ju e trajnimit, a funksionon soza normale? Jemi licencune. Ne jemi licencu për ministri juaj, e kemi plotësuar gjitha kushtet, shkollimin, ekspertat. Edhe ne 2 kategori i japim diplomat vet, një kategori të ju. Kategoria të ju po çalon. Ekspertat kryesor që duhet me dalë, ju nuk e certifikoni. Na falni, kaq kemi kohë. Drejtat e punëtorëve mes tjera e kemi vrejt prej përvojës tonë që mujnë më avansu të raportu në kallzo.com. Prandaj, nëse jeni punëtor që keni shkelje drejtave, dyshoni për këtë, mos e leni për raportu në kallzo.com. Kaq kena na prej neve për një maj, i falenderoj gjithëve që ishit këtu, urime ditën e punëtorit, natën e mirë.